edhe fishlimat ndaj granitit, do me thonë, janë produkt i një mentalitetit tonë që nuk është dashur me qenë i tillë. Po. Apo kupton, pavarësisht asaj, Graniti është një sportist i madh, është një futbollist i jashtëzakonshëm, është një futbollist që na ka bërë shumë krenar. Unë kom qenë i pari që e kom bërë statusin që i kom dalë në mbrojtje Granitit. Po. Edhe është me rëndësi që elita e njerëzve, elita e shqiptarisë e ka mbrojt Granitin, e aty që e fishlon në i qërë, nuk do me thonë kur gjë e farpone, se qyrat e kanë fishlu. Jo, vetëm kujdes. Apo kupton, po kërkoj ndjes publikut, po nuk gjeta tjetër shprehje se se janë qyra, po kupton. Tash për paraqitjen e Granitit apo për që të vetëm ta opin sondazhin në YouTube, a Granit Xhaka futbollisti më i suksesshëm shqiptar?